Pret që opozita më na befasu më na jamër konkret? Çfarë do emri që do të qetë opozita, do të qetë emër, jo, do të jetë emër fiks, veç për kalkulim politik, nuk do të jetë emër për mu votu. Ardian Gola dje vetëm e tha në një prej televizioneve që kandidati jonë do të jetë dhe mbetet Glauko Njuca. Do të thonë kjo është veç mesazhi që lëvizja vetëvendosje nuk e ka. E njëjta këngë me Albulena Haxhiun që lëvizja kemi vetëvendosje pas. nuk është që e ka interesimin për me zgjidhë situatën, edhe partitë opozitare, bëmi real, as ato nuk janë të interesuar me. Nuk e di kush e tha arrogancën e zonjës Haxhiu në kuvent, por në veç, më falë, se kemi një foto me komentu me ty, dy foto në fakt, po nuk e di, veç pak më do këtë ju e thatë arment arrogancën e zonjës Haxhiu si krye parlamentare, po tash veç po e shohim që do t'jetë ushtruese e detyrës së presidentës. Po, e tash në kjo pikë, mirë që më riktheve. Normalisht tash janë disa çështje me rëndësi, çështja e kryeprokurorit, e cila do t'jetë direkt në kompetencat e ushtruesës së detyrës së presidentës që do t'i kaloj zonjës Haxhiu, po ashtu edhe çështja tash e anëtarëve të KQZ-s, e cila ka metë si pezu. Është në pritje. Që ka metë si pezu. Po duke madje ka dërguar letër. Edhe dy anëtarë të gjykatës kushtetuese, gjithë këta do të varen prej një emri që do të jetë zonja Haxhiu. Tash me Kurti nuk e ka pas në kuptimin terrenin e interesit tip personal politik, nuk e ka pas kur më të lehtë hapësirën për me shfrytëzu si sot. Për një periudhë shumë të shkurtë mund të përfundojë. Krejt mund me përfundu këto, në mënyrë automatike, vetëvendosja nuk është me as nëndrat e saja, më të mira nuk e ka pas që mund vjen kjo situatë dhe nesër terreni i saj do të jetë komplet i hapur për të ardhmen e saj politike. Po, nëse veç do të zgjedhet presidenti, ai do të zgjedhet në ditën e fundit. Po ndaj, se kjo është kalkulimi nëse veç zgjedhet, se kjo varet. Unë besoj që Albin Kurti është interesuar me zgjedh presidentin. Është. Po, pse është interesuar? Sepse zguzon me rreziku më shumë zgjedhje. Tash varet krejt prej opozitës. Ja, prof, nëse e le ditën e fundit, ti je i bindur që asnjë prej opozitës nuk merr pjesë. Po, ai kalkulon që me ditën e fundit për arsyet pse ai don me shfrytzu Albulenën për çdo arsye që i tha Besniku. Domethënë për kryeprokurorin, për këta emrimin e gjykatësve, çka duhet me kon, në mënyrë që ndaj me kalu këtë fazë, e tek pastaj nëse bëhet më zgjedh presidenti, më zgjedh, po më për mësë me rreziku më këto pushtetin e tij. Presidentin nga opozita apo nga opozita? Jo, nga opozita, se po nga vetëvendosja, po që nuk zgjedhet. Nëse me konë që votojnë ta... Kush është më i parafort në këto rrethana që jemi? Sipas teje? Unë mendoj që ka veç dy varianta. Albin Kurti do të më zgjedh mes Bedir Hamzës edhe Lumir Abdigjikut. Unë i kam pyet disa deputet të PDK-s pse s'po doni me bë Bedir Hamzën. Ta kanë thonë pse po dojmë me shku në zgjedhje, e mas zgjedhjeve na e morëm edhe gjysmën e qeverisë edhe presidentin. Do më që kjo arsye... Se po, e kemi diskutuar këto edhe emisionin e kalu. Kurse shumë tash metet që kam mendon LDK-ja, besoj që kjo do t'i afrohet tash LDK-s, edhe nëse LDK-ja pranon, do më thonë, unë nuk shoh kërkan ma ofër pse Abdigjikun, sepse do më thonë, a i ka në brenda partisë edhe për kras, e kemi diskutuar këtë pjesë. Edhe oponent, që që betet ande që ajo... tash metet më po. Nëse do të kemi presidentun, besoj që në këtë periudhë, do më thonë, besoj që gjasat më të mëdha i ka Lumiri. Shkurt, cili do t'jetë roli i zonjës Osmani, pasi nesër i përfundon edhe mandatin, a do të minimizohet si politikane, apo do t'jetë faktori rëndësishëm? Varet tash nëse do t'ketë zgjedhje tani, për shembull, nëse do të... Qërshor? Nëse zgjedhet presidenti, ajo metet tek për zgjedhje tashme, njerëzit edhe mund të harrojnë, se populli harron shpejt, se ka memorien shumë... Me kolektive kemi për mashallah. Nëse bon zgjedhje tani, miti saj është akoma i fort. Domethënë se opozita krijoi një mit kur e pa që u prish me Albin Kurtin, filloi me ngrit mitin e saj na për me rënu autoritetin e Albin Kurtit, edhe kjo natyrisht e ka ndihmuar atë. Edhe kjo i jep shanse që në garë tani
të ketë një sukses, nuk e di, nuk kem gjeni me matë për hë, tek nga kur është mas nesër, kur fillon, po më dojë dita e pare, sojna, duke mos qenë presidente dhe të shohim në fushat, në 4 prill i do të përfundon. filloj që ditën që mo nuk do t'jetë presidente, edhe mënyra se si do t'a bëj fushatën, mund t'ju them se deri ku mund të arri, çfarë suksesi mund të arri, por që ajo do të mund të dëmtoj Albin Kurtin, unë jam shumë i bindun, madje në proporcion 1:3. Do më thonë, nëse për vete e ngre një poen, i zbret 3 poena Albin Kurtin. Kështu që, në më sepse është ma kalaj me bot dam, përqindje tani për këtë domi edhe ma i mas. Po, ma kalaj është me bot dam, se so me bot për vetje, për shembull, adhen. Nëse une du me të bo ty presidente, unë më me të një mu shumë ma shumë, se so nëse du më bo vetë. Se vetën nuk muj me... Nuk mund është me, po. Unë e shoh pak më ndryshe në orë që Fushat për vete, për se unë e shoh pak më ndryshe se prova, që bërë që kur dhe si përgjigje tani Armendit. Jo, s'ka problem. Dorën zemër, në qatë periudën e parë të plasaritjeve që u panë, u kriju një momentum shumë i mirë për Vjosën, të cilën e shfrytzuan normalisht edhe partitë opozitare, thash si mburoi. Unë menaj që Vjosa vetë humbi qatë momentum. Mirë po, fiks, intervista e pamatën dhe organizimi, unë nuk e di kush e ka këshillu Vjosa Osmanin me majt atë intervist, me njëherë një ditë pas, që s'ka qenë heqe nevojshme. Edhe tash pozicionimi se Albin Kurti do ta përdor një propagandë të jashtëzakonshme, tashmë kur të afrohet edhe më shumë në një ditëve të fundit, cila do t'jetë propaganda rreshtimi i gjithve bashk për me mlanë tashmu vetë. Do të thonë, u bashku edhe Vjosa Osmani me gardën e vjetër, pse? Se nuk i konvendoj që nuk e bona presidente. E në fakt, unë deshta me bo, po nuk i pat votat. Kështu që... Mundet me përdorë, kështu që unë nuk shë me folë realitetin, sa kam lexim, sa e nuk has skenën politike, normalisht t'jeni të bindu që mrena javës, mrena periudha e mujore, lëvizjet janë shumë serioze, lëvizjen rrjedhin gjana tepër shpejt. Periudha parë, do të thonë 2 javosh i parë ka qenë komplet në favor të Vjosa Osmanit. Mirë, po 2 javosh i fundit nuk është në favor të Vjosa Osmanit, veç mundi me po luftën që po bëhet në rrjetet sociale. Mirë, ajo pak e humbi vetën edhe me një fushat që doli rrugës. Ndoshta po e jap si deklarat herët, po unë nuk mendoj që Albin Kurti mund të merr në këtë përqindje që e ka në situatën dhe në këtë atmosferë politike. Atmosfera është e tillë, në fakt, veç kush ka qaf me minimizu këtë pjesë. Armand? Këtu është një problem, se ne sinqerisht po diskutojmë për... Një mori gjërash. Po, e vërtet një mori gjërash, kë i tha këti, a i tha këti, do të bëjnë kështu, do të bëjnë kështu, ndërsa ai që është kryesori, është qytetari, votuesi, atë kërkush nuk është duke e llogarit.